Tani së pari ne diskutojmë për një problem që u diskutuam gjatë në fillim të pjesë parë. Pjesën e parë. Populli ka shpallur tani gati ero vrasjen e gjyqtarit. Kalaja. Kanë plasur rrjetet sociale, gati e kanë shpallur ero, po në fakt janë ngritur edhe shumë, janë ngritur të njerëz që po mbledhin para për heroin, që është në burg. Dhe po shkon deri atje, më shkon dhe një koleg, gjendja po shkon deri atje, sa i vrasi po kërkon ndjes tani aty, nësa populli thot, pjesë e madhe popullit jashtë i thot ti je hero. Tani, përpara se të fillojmë të pjesën që ne do mbledhemi për oligarkinë, do flasim shpeshe për gjendjen ekonomike të Shqipërisë e gjitha. A mundet të ndalemi këtu dhe të themi disa minuta për gjyqtarin dhe mënyrën se si populli shqiptar e shpalli vrasin e ro. Ç'mendoni për këtë? Gjergjo, ti filloni pari tani. Si e kupton ti këtë gjë? Me para herë faleminderit që më ke ftu, por s'mund të filloj para Syçit. Ma ke vu Syçin shok e mik, të ngishe vu në i analist i qik më të ashpër që i mund të ngacmote, i qik që do ngacmoj Syç. Më të ashpër e shefësante, ti se ku do jesh. Inshallah s'ngatrohemi. Si zihet dhe me robat e veta dhe nuk, edhe me ty ti jesh i sigurt që do ndodhë kjo që... Unë ju s'du të bëj si analist, sepse... Jo, ti e... kam ti si biznesmen. Okej, mu më vjen të qesh me këtë historinë që duhet të dalësh televizor dhe t'japësh, të bësh opinionist, t'japësh opinionet e tuja, por për ta zbes sa do pak këtë histori, unë do doja që t'i jap provën njerëzve. Sepse njerëzit po nuk i dhe një provë nga jeta jote, nga puna jote, një shembull, unë kam përshtypjen që nuk kuptojnë ose të kuptojnë më mirë kur ti jep atë shembull. E para herë më vjen keq për atë gjyqtaqës, unë e kam njoft, kam nejt një 2 herë me te, me kolegët e vetë. Si një nga veri u bashkë. Një burr shumë i urt, një burr shumë i qetë, një burr model, edhe qoftë mirë me Zotin, vjen jashtëzakonisht keq edhe ngushëllimet më të mëdha familjes. Tekurin tani nuk flitet, sidomos për të... E para, e dyta, më vjen jashtëzakonisht keq për këtë konflikt, për ata familjarë që janë atje dhe kanë qenë në 92-shin, që kanë kërkuar të strehim, po njëkohësisht më vjen keq edhe për këta zotnit që e kanë pronën e tyre dhe pretendojnë. Unë do të them diçka yll, sepse ata njerëz vinë nga krajina ime dhe unë paka shumë i di rregullat nga baba im, nuk i kam jetu. Dhe nuk mendoj që ata njerëz kanë ikur të kërkojnë një gjë që nuk e kanë pas të vetën dhe e kanë pas të pameritume. Në ato zonat tona, ne ku bëj pjesë dhe unë, edhe unë kam një pjesë pylli me gështenja, kam disa pasuni, në thonjzat vogla. Ke marrë? Jo, unë kam shku, i kam pa i herë dhe çdo vit marrin ata njerëz që shkojnë dhe mi bin telefonit dhe më thonë, o Luc, po erdhi koha gështenjave, ç'a do bësh me këto gështenja, kupton? Unë filloj qeshtë dhe them faleminderit, po unë ç'a do bëj me to, ju që jeni atje i pafshi hajrin. Pra janë njerëz aq të rregull dhe i din kufit, brez pas brezi dhe djal pas djali, sa unë nuk menoj që nga jo krahin që vinë ata, kanë shku të kërkojnë një gjë që nuk e kanë të vetën. Këto unë nuk e besoj. Pra ti je i bindur që... Unë jam i bindur që kjo ngjarje është që ka ardhur nga sistemi jonë 35 vjeçar, i drejtësisë dhe i pronave, dhe nuk është diçka agravuar ndër vite dhe nuk është një gjë momentale që nolli kjo punë edhe ky është mendimi im, ky është gjykimi im. Po, pra ti ke këtë gjykim. Dakor. Edhe me të shtorit e tjerë, kolegët mi pak më përpara e gjitha në këtë plan, po duket shumë kompleks problemi. Duket kompleks në pikpamjen që me shifrat që mu afruan mua të njohurit, avokatët, njerëz ekspert të ligjit, reforma në drejtësi në Shqipëri duket si e dështuar, sepse problemet e drejtësisë s'paku zgjidh vetëm 0,3% të tyre dhe 99,7% është drejtësia tjetër ku je ti, unë, një sekund, të mbaroj logjikën, të lutem. Ku është gjithë populli? Dhe në këtë pikpamje, drejtësia duket i ka dështuar. Ja tani, le ta marrim konkretisht, se nuk do bëjmë teori, kështu dhe filozofi.
Si është drejtësia sot në Shqipëri? Ju vetë, për shembull, keni qenë procese gjyqësore, Luc? Ja, për këtë duhet shpjegoj, unë duhet jap shembullin që mund të më kuptoj telespektatori nëpërmjet asaj që më ka ndodhur mua. Bravo. Ju e dini që mu më kanë bërë cop disa portale duke pretenduar që unë jam i pari i drogës, jam i pari i grupeve kriminale, kam ordinu vrasje, kam vjedhur, kam bastisur, pra kam qenë një mega kriminel që kam pas grupet më të rrezikshme shqiptare. Unë jam i qikë me këto rrjetet sociale që dalë dhe jap përgjigje. Masi u lodha, masi u lodha, ika dhe dola para spaku dhe i kërkova Dumanit që mua të metoj që unë të kuptoj kush jam vendin tim. Punoj 20 orë në ditë dhe vazhdoj me të njëjtin ritëm dhe marr këtë respekt nga Tallavaja. Tash një problemi shtrohet që pse më bin mu, se unë s'paguaj gjoba. Pse nuk i bin këtyne tjerëve që kanë shumë më tepër lekë se mu dhe janë më të ekspozuar se mu dhe kanë më probleme se mu, po i bin Gjergj Lucës? Pse? Atëherë vendosa që t'ikin gjykatë. Në ditën që kam ikë në gjykatë dhe kam dalë, kam kërkuar prokurorit, krye prokurorit të prokurisë posaçme dhe i kam thënë, ju lutem merrni mu në hetim, që unë të kuptoj kush jam vendin tim, sepse kam fëmijë në shtëpi. Se kanë fillu fëmijët e mi duke më pa shtremet kë kanë babë. E kupton? Dhe këta nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ç'a shkruajnë. Më kanë marrë në telefon disa burra shumë të mëdhej të kombit ton dhe më kanë thonë, Luc, edhe ne kemi probleme me te. Duam ta hedhim në gjyq, duam ta bëjmë publike dhe t'i bashkohemi kauzës tënde që ta ndjekim në Angli, ta ndjekim gjithandej. Nise myll për Angli që ta ndjek. Dhe i bëj mesazh këtyne burrave të fortë që më kishin shprehur gatishmërinë për t'u bashkuar me mua. Dhe i them, jam në Angli. Jeni me mua që ta ndjekim këtë maskara që trillon dhe vjedh vrerë për njerëzit që punojnë këtë vend dhe helmon opinionin publik. Dhe Gjergj Gjobaxhi. Nuk ma hapi njëri telefonin yll. Komik në Amerikë yll, duke gjimu. Dhe këtë domenin e vetë, ky e bën ka portabël. Unë nuk i kuptoj. Njëherë e qonë në Amerikë, njëherë e qonë në Londër, njëherë e qonë në Australi, njëherë e qonë... Unë s'mund miki jeta, më falë, mua nuk mund digi jeta duke gjimuar këtë lumë. Nuk ka rëndësi s'du t'jap emra, unë nuk mund të bi. Unë nuk mund të bi në nivelin e ti. Kjo është e media... Jo, unë nuk du të bi nivelin e ti. Është një gjykatëse që ka marrë qëndëshin, ka 4 vjetë. Ajo me drejtën e Zotit i thret palët në seansë, ikin këta të mitë në seansë, nuk vinë ata. E lë gjyshin mas 2 mujve, sepse normal është e zënë, ikin këta të mitë, ata nuk vinë. Një herë është i zënë prokurori, tash unë kam 4 vjetë që i kërkoj shtetit shqiptar, që jam një person publik, që të më tregoj se kush jam unë. Ore më bëj gjyq, më tregoj kush jam unë në opinionin publik. Legjim kanë kriju i herë. More vetën, okej. Më kanë kriju edhe... Jemi shumë okej. Tani, Zoti Demalije, ti si e përcolle këtë ngjarjen? Për shembull, ne, Befas, ne e pam veten lakurik me vrasjen e këtij gjyqtari të drejtësia. Ç'mendim ke ti tani? Ti thej fjalë e pam veten lakurik. Lakurik. Zoti vrasjen në mes të gjykatës. Parë duhet shpreh ngushëllimet për të ndjerin, gjyqtarin, familjes ti që e ka më të rënë se gjithë, por edhe një, si që tha sot edhe kryetari gjykatës lartë Sokol Sadushi, kjo ishte një vrasje e paralemëruar. Pse ishte vrasje e paralemëruar? E paralemëruar në kuptimin që këto zvarritje, 35 vjeçare, sidomos në lidhje me pronat, mbi vendosja e pronave, lejimi i zaptimit pronave nga politika për grupe për të marrë vota, të gjitha partitë që kanë qenë, ka kriju këtë tallava që për mua është e pasgjithshme mo çështja e pronave. Dhe nuk ka vend botë, përveç se Shqipëria, unë nuk di në i vend botë që të përdoret termi ish pronar. O i e pronar, o nuk i e pronar. Mund tjetë ish, po jo ka që kohë gjatë. Jo, nuk ka ish pronar, Julli. A i ka vdekur tani dhe... Ish pronar nuk ka. Ka pronar, po si ka ish pronar? Ku keni gjuti këtë term ish pronar? Ka pronar. Kjo letër është e imja. Dhe ma ke morë ti me zorë. Pra kjo nuk quem ish pronar i letrës. Unë jam pronar, ma ke vjedh ti zotëri. Dhe vjedhja dhe batardia këtu është bo, mo e din gjithë.
erdhën nga munën, nga smunën, vunë hujtë e drujtë, ky o lindë rritë në Tiranë, unë jam lindë rritë në Tiranë, unë kam prona nga nona, unë s'kam shku kon me vunë hujtë e drujtë, edhe me thonë kjo është tokë e zanun. Kjo që i nodhi sot, fatkeqësisht i nodhi këtij gjyqtari, që nga gjitha burimet që kanë paska qenë një njeri shumë i mirë, dhe një njeri i pa fjallosur për korrupsione e kutadion, një babaxhan, u pref në paqe atje ku është, por kjo ndodhë si shkak e një stërmonimit gjatë të ati djali që t'jemi si kjerë në vjekejt dhe për te se nuk duket ftyrë krimineli, për kundër e thonë që pas ka qenë një student shumë i mirë, njënën tjetërën e kamaru dhe i drejtësi juridikun që kamaru. Pra, se dashtu të niste, po nuk e ka parë. Pra, dhe mënyra se si a i mënyra se si a reagoj mas vrasjes të regon që a ju qiru nga një ngarkesë modhe emocionale, psikologjike, për një kohë gjatë. Pra, ka njërës që e majnë, ka njërës që janë faqet murit, që kanë probleme ekonomike, plus kanë dhonë lek për të rregullu këtë punë, 25 vjet, po sa rronjet i njeriu? Pra, këtu ka një shkundje të madhe të drejtësisë dhe sot kryetari i gjykatës lartë, Sokol Sadushi e pranon që kjo të regoj dhe gjendjen e dobët të drejtësisë dhe fjalë për fjalë, domethënë, ne u gjendëm, thot, të pa përgatitur dhe këto janë dhe dobësit tona zvarritet e gjyqësorit dhe ajo që thot ju, Ylli, spaku që bën, zgjidh nga 0,3% të problemeve. Pra nuk zgjidh problem, 97% problemet, pra 99,7%, po nuk zgjidhen zvarritet në përgjykata. Plus, ne bëm një reformë drejtësie, ku shkurtum trupat gjyqësore, dhe sot 1/3 atyre trupave kjo do të ishte, kanë ngarkesën për gjithë, donë që më thanë sot një statistikë të gjykatësit, që në qosën gjykatën e Tiranës do të ishin 50 gjyqtarë, 75 gjyqtarë, janë 25 për trajtu gjithë çështjet që do të kishin 75 gjyqtarë. Pra ti nuk merr kur një përgjigje, deri kur të vdesësh, ti dhe unë bashkë, për një të drejtë që ke ti sot, si që përmendi dhe Luca për të drejtën e vetë. Po kur do të bëhet gjyqi? Pra, në një vend ku drejtësia është e vënuar, ajo është e mohuar. Dhe këtu është mohu dhe drejtësia për çështje ndryshme, po dhe drejtësia e pronës kamaru. Pronarët, brezi me letra ndor një brez vdiq, brezi dytë janë lodh dhe nuk duan me ditë më për këtë punë. Mirë po, e gjithë kjo frymje, e gjithë kjo pastaj përshtypje për drejtësinë, duke anatemu drejtësinë, sigurisht në sistemin e drejtësisë ka dhe njerëz të ndershëm. Nuk mund të themi që të gjithë janë hajdutë, të gjithë janë korruptuar që morin paret. Se unë pa e përsëris prapë, unë njoh një gjyqtar që shkon në shtëpi me çon në shpinës dhe rjeton ke pallatet e Enver Hoxhës. Dhe shkon kom. Pra, nuk duhet të anatemojmë gjithë gjyqtarët. Dhe anatemimi i gjyqtarëve, qoftë nëpër studiot televizive, qoftë nga politika, duke i thonë të gjithë hajdut, të gjithë hajdut, të gjithë hajdut, kjo më kujton atë të Sali Berishës në thënjishin, të gjithë vujtës, të gjithë bashkëtojtorë. Po pse janë bashkëtojtorën? O syç. Pra, o syç. Dhe, syç. Ja, një minutë të mbaroj, Luce. Po jo, mbaroj, po... Dhe të mbaroj, Luce. Pra, ajo që ju bo me pronat, mas vitit 19, dhe ligji kriminal, nuk është ligj i drejt, është ligj kriminal. Ligji 7501, që është aprovu nga Parlamenti Shqiptar nga të dyja palët në 92-shin, dhe ka qenë Fatos Nano që donë të ta i të tokën përdorim ky, i tha t'i bëjmë pronar, ja ku është rezultati sot. Pra sot, në qosë se ka në njëri që nuk duhet flasi për kushtetutën e për pronën, a i emër është Sali Berisha. Ka që kisha? Gjithë politika, themunë. Gjithë politika, po, a i në konë... Për ligjin në 7501. Po, në fakt e lemëron të baleta, a? Po. Që përtojnë kolegojnë tani e lemëron të që gjithë mërshme thështë do ndodhë. Dhe më thënë ishte një parashikim. Po jo më është logike, më rrëllë. Si për ti të merë pronën e tjetërit, ja jep tjetërit? Ishte një parashikim i madh i ti. Po plus, më falë, është bërë dhe një abuzim. Ja abuzim, po është bërë një krim tjetër me pronën publike. Hajde t'i gjemë të ashtë gjithë politikanët, pronët publike që kanë marrë. Dhe që kanë bo me prona publike? Kanë bo masakrë. Me gjitha të unë mendoj që është pak, unë me kolegët që isha më përpara, pa dhe me të ftuarit,
E diskutuam që edhe në Shtetet e Bashkuara ku ti ke banuar, ke jetuar për një kohë gjatë, një situatë shumë e ngjashme u krijua në New York kur pas vrasjes së CEO-s një kompanie sigurimesh, Brian Thompson, gjithë populli u ngrit aty dhe bëri ero vrasin. Populli është e vërtetë. Për problemet që kishin amerikanët në shëndetësi, që vuanin shumë, populli vuan të shumë. Kompanitë e sigurimeve janë mafja. Dhe ai erdhi shpirt, ai ishte djalë shumë i aftë, ishte në universitet, shumë djalë i zgjuar. Dhe i erdhi shpirt. Kjo është kamban alarmi. Por ne jemi Nena Gara mas veshit për gjithë këtë sistem 35 vjeçar që ne kemi ndërtu administratën gjyqësore, administratën e shtetit, qa ndryshimi ka administrata shtetit, ma thuj mu, nga administrata gjyqësore. Administrata... Pa, qa ndryshimi ka? Administrata e shtetit, bon punë të shtetit dhe administron shtetin. Gjyqësori është... Ore në raporte me privatin jam të thonë. Se ati të zotnisi përgjigjen ata që gjithë i rinë gatitun, raporte me privatet. Raporte me privatin, mjep lekët, t'jap letër, dokumentin. E njëta gjo ka bo gjyqësori, ta themi të sope, lutë. Ta shti, unë po themi gjo, lutë, sti njef më mirë, edhe ju dhe njef më mirë. Hajdet numërojmë pasurit e gjyqësorve, ta shi kanë fillu me im qef, ma men atëherë kur hoqen orat, që tha Juri Kim diçka për, dhe hoqen orat gjithë Rolexa dhe dule nesmen me ora elektronike dhe dollarshe. Mirë po tashi i kanë gjithë shifmite gjyqtarve, prokuror pjesës më të madhe, nuk thash gjithë, shifit gjithë, i keme vila në Bregdet, malë në fush, jashtetit kanë investu me biznese, ore që është njëmër që ka morë gjithë repartin e Dikozeqës. Yllë. Prokuror kjo dhe kjo dele bo moral sot, ke prokurorët e tjerë në falë... Prokuror i tanishmë. Po, ka qenë prokuror. Ska i tanishmë prokuror që të marë... Një gjo, ke tjetërën, ke prokurorët... Ja ku e ke shemulli... E mylla më rëlla, ta mylla më le. Më le më burë të flasë. Ke prokurorët dhe gjyqtarët e tjerë që i hoqi vetingu përse nuk justifikonin pasurin dhe i ke not për not në portallavat televizive që i bëjnë moral dhe japin men për drejtësin për s'kën justifiku do të pasurin e vetë të vjedhur dhe në korupcion. Ja ku ke njonin këtu që ka morë prom publike. Një minut. Ja ku ja morë. Do dalim aty. Do dalim të pjesa, po jo po do dalim tani se ti ka dhe akuza për ty. Në rregull. Ja ku e ke njëri që ka morë, a mund të spjegojë? Një minut. Vazhdo se ta themon. Pra jemi, do me thënë, pasaj vrasje jemi të zbuluar, lakuriq. Ra, drejtësia me Por këtë ra. prapë eroizimi i vrasit ka një problem të madh. Dhe ne, është kjo edhe pjesë e prapambetjes tonë. Themun, përveç qëfar ka e të gjitha, pse gumzhim, pse zhjen, pse zhvillohet kjo e gjitha. Nëse ne do të ikim këti momenti dhe do jemi... Mund të themi gjojulli? Po. Kjo që thot ju, për sistem që e quajnë apnirë sistema gjitha, absolutisht është e gabume, sepse një vrasës, të vrasës një njeri, aq më tepër që ky pas ka qenë ka ra viktim, si që thash, e sistemit drejtësis e padresive dhëna për një kohë gjatë, nuk pajtohem me këte, por ka një gjo me që ti primitiv. E diti si kanë fillu revolucionet, Ylli, nga padresit e mëdha, që shpërthejnë pastaj në revolta dhe në përmbysje edhe në vrasje. Kështu që kjo që ndodhi me këtë të ndjerën gjykatës, është një kamban alarmi jo vetëm për gjyqësorin, Ylli, por edhe për shtetin, edhe për median, edhe për vetë shoqërinë. Sepse nga që jemi një shoqëri që nuk reagojmë ndaj të keqes në mënyrë permanente, vim pastaj këtë pikë që dorëzohemi gjithë përpara dhe vetëm vejmë gishtin. Po ti vejmë gishtin vetës A ka zgjidhje se janë shtjelu e stërshtjelu këto historina? Zgjidhja është shumë e vështirë, Lute. Pse? Për menimin. Vendosja e drejtësisë më në këtë vend? Pse? Është shumë e vështirë. Jo, mos është e vështirë. Shumë e vështirë. Ja. Okej. Ja, ka bo ky zotnia, ka bo një punë të mrekullueshme me inteligjencën artificiale. Një minutë do të kalojmë, do të bëj këtë pyetje unë. Jo, që mbledh, okej. Okej, po patjetër. Ja, do kalojmë një minutë, të kalojmë në 2-3 pyetje tjera, po dhe kjo zgjidhje... Jo, a mund ta shtjellojmë? Se kjo zgjidhje është... Se problemi është me dhonë zgjidhje. A mund flasun? Qartë. Okej.